6 muaj para se të skadojë mandati presidentes Vjosa Osmani, partitë parlamentare në Kuvendin e Kosovës kanë qëndrime të ndryshme nëse do ta përkrojnë atë edhe për një mandat të dytë. Pavarësisht se kuvendi ende nuk është konstituuar, për Osmanin, e cila javë më parë ka thënë se po e mendon seriozisht mundësinë e rikandidimit, shenja pozitive kanë dhënë në lëvizjen vetëvendosje dhe alternativa. Personalisht ja kam dhënë votën për Vjosa Osmanit, sepse atëherë kemi garuar së bashku. Natyrshëm mbështetja e lëvizjes vendosje nuk ka munguar, madje zonja Osmani Sadriu është bërë presidenti po në mbështetjes lëvizjes vendosje dhe në veçanti pra e Kurtit. Në ditë në vazhdim pra janë edhe disa muaj përpara, edhe sigurisht ne do ta kemi diskutim brenda lëvizjes vendosje, brenda grupit parlamentar për këtë çështje, dhe natyrshëm ne jemi shumë miqësor e përkrahim shumë zonjën Osmani, mi po vendimin do ta marrim pas një diskutimi, pas diskutimit në struktura. Në kuadër të grupit parlamentar nuk ka filluar diskutimi ende. Do të thotë është përmendur situata ku ne do të ballafaqohemi me gjetjen e emrit për qoftë vazhdimin apo pozitën e presidentes së vendit, por që zyrtarisht nuk kemi filluar diskutimet. Këtë mund ta konfirmoj për shkak se kemi pasur shumë diskutime me gjitha takimet e seancat e mbledhura të Kuvendit, kemi pasur vazhdimisht takime grupi parlamentar bashkë me gjithë krerët edhe të tri partive. Prandaj për këtë fazë mund të them se ende nuk ka hyrë në temë të diskutimit ton të përbashkët emri për këtë pozitë apo vazhdimi i mandatit të presidentes Osmani. Unë vazhdimisht kam pasur raporte korrekte dhe vazhdoj të kem edhe me presidenten Osmani, natyrisht bashkëpunimin e kemi të ngushtë me lëvizjen vetëvendosje dhe Partin Gullzo, dhe mendoj që ka vlera përbashkuese dhe orientim të përbashkët në si e shohim zhvillimin dhe avancimin e agjendës. E derisa në LDK janë më të rezervuar për të komentuar, kategorikisht kundër kësaj për një mandat të dytë në krye të vendit janë në PDK dhe AAK. Po nuk mund të komentoj shumë. Presidenti i ri ka nevojë për 81 vota në Kuvendin e Kosovës. Pra duhet punë për 81 vota, duhet përbashkim, e të shohim kur të vijmë te ai moment i ri që nuk është edhe larg prej tash. Po edhe për president vendit, edhe për krejt institucionet e vendit duhet marrëveshje politike. Pa marrëveshje politike nuk mund të kemi institucione. E institucioni i presidentit është shumë i rëndësishëm në këtë drejtim. Partia Demokratike e Kosovës nuk ka votuar për zonjën Osmani as në herën e kaluar dhe ne fuqimisht besojmë që institucioni i presidentit duhet të përfaqësohet më përgjithshëm se që është përfaqësuar në këto vitet e fundit nga zonja Osmani. Thënë të drejtën, unë kam pas pritje më të mëdha personalisht. Kam shpresuar që zonja Osmani do të jetë më e ndjeshme posaçërisht në raportet e Kosovës me aleatët dhe në përpjekjet për të mbrojtur institucionet e pavarura. Jo, në asnjë rrethon, ajo në asnjëherë deri më sot nuk e ka luajtur rolin e personit unifikues, çdo herë ka qenë një farë lloj vegle e zotit Kurti, pra çdo herë, po thuaj se çdo herë ka qenë në shërbim të Kurtit dhe asnjëherë nuk ka qenë në shërbim të asaj për çka është zgjedhur pra në presidentës. Kurse analist politik thonë se presidenti Osmani nuk i meriton edhe 5 vjet në zyrën e presidentit. Meriton edhe një mandat tjetër, mund të them me rahati më të madhe që jo, për faktin që nuk e ka luajtur rolin për cilin e ka obligu kushtetuta e vendit, ndërsa a ka vullnetin personale, gjithsesi që ka vullnetin personal, ekspozon këtë vullnet personal, mundësinë për të rizgjedh, konsideroj që nuk e ka, për faktin që rendet politike në Republikën e Kosovës nuk e kanë, sidomos objektet politike, nuk e kanë asnjë arsye të vetme që t'i japin kredon që ta rizgjedhin prapë për presidente pas prillit të vitit të ardhshëm. Aktualisht, legjislatura nën të Kuvendit të Kosovës, që rrjedh nga zgjedhjet e 9 shkurtit, nuk është konstituuar ende si pasojë e moskompletimit të trupave të Kuvendit.